Dajet, ka shumë. Gjithë familjarët. Mirë po, nëse prindrit të përcaktojnë një rregull, do të thotë ata është mirë që të qëndrojnë indiferent edhe të respektojnë atë rregullën të cilën e ka përcaktuar prindi. Ose nëse ka prind të cilët po janë shumë sfidues, atëherë mos të përcaktojnë një rregull para familjarëve. Për shkak se fëmia mandej nuk i merr seriozisht, e din që gjithmonë ka me dalë, ka me pas një përkras që ka me ndihmu mi ik prej asaj që e ka kërku prindi. Sa është e vështirë tash për prindet që të mbajnë këto rregulla, tu e marr parasysh, siç e thash pak më herët, e kemi këtë mentalitetin që ndoshta edhe paragjykimet, çfarë po thonë, çfarë po mendojnë. Po, edhe konteksti kulturor pikërisht, që është jemi, vazhdojmë të jetojmë në këtë. Prindrit e kanë atë anktin ose frikën më të madhe që se qysh duken në shoqni. Nëse për shembull fëmia i tyre shfaq një sjellje në rrugë, në market, qysh ka me u duk para të tjerëve. Unë mendoj që kemi fatmirësisht një vëdijsim shumë më të madh, sidomos nëna që po lexojnë, po informohen shumë edhe për shembull nëse fëmia po e shfaq një sjellje në market ose në rrugë, kur ato po e dinë që i kena thonë jo, po vazhdojnë në atë formë. Kështu që po mendoj që kemi një vëdijsim të shoqënisë, kemi nevojë ende do të thotë për punë këtë drejtim, po mendoj që ka përmirësim krahasuar me më herët kur një fëmijë ka çajt janë drejtu gjithë te ai, pse po çon, jep jam ose le me çaj se gjëna e kështu me radhë. Po. A ka diçka që nuk e kemi përmend deri tani që të doje shumë që prindrit ta kenë parasysh? Sidomos kur ka shpërthime të tilla, por ndoshta edhe agresiviteti i cili mund të vijë në kohën e adoleshencës. Gjë që nuk e diskutua më herët. Po. Atëherë sado të rritur mund të jenë në atë moshë, janë prapë fëmijë. Po, është mosha të cilën ata kanë të nevojshme shumë të ndjehen të kuptuar dhe jo të gjykuar. Unë prindrit i kisha inkuraju që do të thotë me qenë pranues ndaj emocioneve edhe ndaj çdo gjëje të cilën është të përjetuar fëmia i tyre. Nëse ata e gjykojnë prej fëmijërisë së hershme, edhe kur rritet si një adoleshent, ai nuk ka mundi i lirë që me shpreh çka do të shqetëson. Kështu që themelet vuhen qysh herët. Domethënë prej herët. Po, edhe kur fëmia ndihet i sigurt, jo i gjykuar, atëherë edhe periudha e adoleshencës ka më qenë më e lehtë. Për shkak se në këtë moshë unë e kisha theksuar që ndryshimet të cilat i kanë fizike dhe emocionale edhe nuk është që fëmia ose adoleshenti është të dashur me shfaq pse është të dashur mu lazdru. Po në fëmijëri është të zhvilluar vetë rregullimin, menaxhimin e emocioneve. Në adoleshencë janë ndryshimet fizike, hormonale e të gjitha këtu dinë me qenë shtytse që me pas shpërthime apo sjellje jo të duhuna. Mirë po momentin që adresohen, drejtohen në formën e duhur, menaxhohen me qetësi, nga ana e prindërve, çdo sjellje jo e duhur, sado me qenë ka mu zbe edhe me u qetësu. Këshillat krejt për fund. Këshillat e theksova disa herë prindrit do të thotë me qenë ai modeli i qetësisë, do të thotë kur kanë përpara një sjellje do të thotë sado jo të dëshirueshme, në momentin që ata e vrenë që e kanë të vështirë ta menaxhojnë sjelljet do të thotë po bëhen agresive, vetëlënduese ndaj vetes ose ndaj tjerëve, të kërkojnë ndihmë profesionale nga profesionistë të fushës me qëllim që të identifikimit të ndoshta motivit të sjelljes edhe të intervenimit sa më herët. Edhe të kalojnë kohë me fëmijët e tyre. Fëmijët nga njëherë do të thotë e kanë aq të nevojshme kalimin kohë kualitative pa u ndërprer nga gjanat e tjera, do të thotë e kanë mandej më të lehtë edhe këtë lidhjen emocionale prind fëmijë me kriju. Dhe kohëve të fundit ka filluar që prindërimi ndoshta edhe të trokas tek dera e profesionistit, sidomos për raste të tilla, apo vazhdojmë ende të kemë këtë stigmën sa i përket? Jo, fatmirësisht ka një numër shumë të madh prindve që ndoshta thjesht shkruajnë pyetje për aspektin qysh me fëmia e shfaq një sjellje, qysh me reagu në situatë caktuar ose vinë edhe adresohen për konsulta psikologjike që mu analizu ma detajisht edhe mu intervenu nëse është e nevojshme. Kështu që unë mendoj që
duke u bazuar edhe në përvojën tëm, ka një vedisim të madh të shoqërisë. E përmendet që në fillim dhe po ndërlidhem pikërisht ajo pjesa kur keni vendosur që të shpërndani këshilla, informacione në për rrjetet sociale, sa po ndihmojnë këto prindrit në këtë rast që të marrin më shumë dhe të dinë më shumë, ndoshta edhe të bëjmë pyetje të duhura pikërisht në çfarëdo situata që ata mund të ndodhen. Zakonisht ky aspekti këshillave unë ofroj një pjesë do të thotë ku inkurajoj prindrit që të dërgojnë temat të cilat i shqetësojnë më shumë edhe tregojnë interesim më shumë, edhe mandej ato i shtjelloj ose përmes postime apo video të cilat i realizoj edhe informoj sa më shumë në temat që ata janë të shqetësuar rreth zhvillimit të fëmijës. Kënaqësi që të pata në studio, Naile, faleminderit për gjitha këto që ndajte me ne, e po shpresoj që të kemi mundësi tjetër për të bashkëbiseduar për ndonjë temë sa i përket jo vetëm fëmijëve, por në përgjithësi.